Dita e 4 e rinumërimit të votave të Tiranës u mbyll me rivlerësimin e 437 qendrave të votimit në total. Ndryshe nga sa pritej Partitë Kryesore, kanë rezultuar sërish me votat pa merituara në kuti. Koalicioni Partisë Demokratike ka humbur deri tani 219 vota, ndërsa Partia Socialiste 193. As subjektet më të vogla nuk mbeten pas. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet rezulton me 26 votat pa merituara, Partia Socialdemokrate me 23, Lëvizja Bashk 10 vota, ndërsa Partia Mundësia që po lufton për të ruajtur mandatin e dytë ka humbur 8 vota. Votat pa merituara në kuti janë gjetur edhe në radhë të kandidatëve. Nga kampi blu, Ilir Ali Mehmeti ka humbur 61 vota, Jorita Tabaku 22 vota, Ilir Metaj 28 vota e të tjerë. Ndërsa nga radhët e socialistëve, Ervin Hoxha rezulton me 193 vota më shumë në kuti, i ndjekur nga Gjemal Qefalia, Fatmir Xhafaj, Blendi Gonxha, Kejsi Elezi, Roy Bashaj, Anila Denaj e Erion Braçe. Gara mbetet e hapur për Blejna Gjulametin dhe Olta Xhaçkën pasi diferenca është ngushtuar. KAS vendosi të quajë të sakta vetëm ato flet votimi ku shenja X ose plus është vendosur saktësisht brenda kutisë së bardhë para emrit kandidatit dhe ka shpallur të pavlefshme çdo vot tjetër, ku shnimi për kandidatin është bërë në një formë tjetër. Kjo ka bërë që shumë figura të njohura nga të dyja krahët të humbasin vota. Partia Socialiste shpreh shqetësim për këtë formë vlerësimi, duke kërkuar të ndryshojë, por Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesën.